Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura kam vendosur që me ju të ndaj mënyrën se si përgatis unë reçel të kevit, i cili bëhet shumë i shishëm, ka një pamje të mrekullueshme. Përgatitja është shumë e lehtë e thjeshtë. Besoj se të gjithë keni me ngelur të kënaqur nga mënyra e përgatitjes së këtij reçeli. Filloj me përgatitjen. Në fillim marrim kevit dhe ju largojmë lëvorën. Sekreti i reçelit qëndron që kevit duhet të jenë të fortë. Nuk guxon as se të jenë kevit nga të butat. Këtu kam 1,5 kg me kevi, ju mund të shtoni masat atë sa keni nevojë. Dhe kështu ja largojmë lëvorën gjithë kevit dhe i kalojmë në një enë tjetër. Pasi keveve ju kemi largu lëvorën, atëherë i kemi larë mirë me ujë. Këtu kam një enë të cilën e kam mbushur me ujë. I hedhi një paketim me limon tuz, paketimi 10 gramësh. Marr kevit dhe i coptoj, por në fillim do e përzij kështu limon tuzi të përhapet në për të gjithë ujin. Dhe kevit do i coptoj në feta. Kështu në këtë rasti besoj se është mjaftueshëm dhe i hedhi tek uji me limon tuz. Në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë kevit. Kështu duke i prerë në feta, ju mund të ndani edhe në gjysmë, ja në këtë mënyrë, kështu. Si ta doni, mirë po, mua më pëlqejnë kështu të mëdhaja dhe do i la të mëdhaja. Më bukur do jetë kur t'i servoj. Dhe vazhdojmë tutje në coptimin e gjithë kevive. Kemi bërë coptimin e keveve dhe i kemi vendosur tek uji me limon tuz. I lajmë kështu për 2 orë të qëndrojnë në ujin me limon tuz. Pasi kevit kanë qëndru 2 orë tek uji me limon tuz, atëherë marrim një tenxhere për zyrjen e tyre. Dhe në tenxhere hedhim 1 kg 300 gram me sheqer. Për 1 kg 500 gram me kevi na nevojitet 1 kg 300 gram me sheqer. Ja shtojmë një vanilë sheqeri për aromë dhe 150 ml me ujë. Pra nëse shtoni masat e kevit, duhet të shtoni edhe masat e sheqerit dhe i zjarrin dhe në temperaturë mesatare e përzim kështu masën që mos ngjitet për ene deri në momentin kur të filloj të vloj. Pra si që shihni, nuk nevojitet sherbet i holl, po një sherbet i trash. Kur sherbeti fillon që të vloj, atëherë i hedhin kevit, kështu pak ja kullojmë këtë ujin, që mos t'i hedhin me shumë ujë, që mos të hollohet sherbeti. I hedhin kevit të tërit. Pasi kevit i kemi hedh të gjithë në tenxhere, atëherë i përzim kështu pak, që të depërtojnë në për sherbet. Dhe ulim temperaturën mes të mesmës dhe të ultës dhe i zim për 1 orë e gjysmë pa i përzier fare, mirë po gjatë zirjes do i formohet një shkumë dhe her pas heri ja largojmë atë shkumën 2-3 herë gjatë zirjes ja largojmë shkumën e formuar. Pas 1 orë e gjysmë zirje, kështu e kam zirë reçelin pa e përzier fare dhe vazhdimisht ja kam larguar këtë shkumën e formuar nga qoshet e tenxherës. Atëherë marrim ngjyrë për ëmbëlsira, ngjyrë të gjelbërt, që reçeli të merr një ngjyrë ashtu të mirë, sepse gjatë zirjes i humb ngjyra, siç e shihni merr një ngjyrë kafe. Atëherë ja hedhin vetëm se pak kështu
një maj e lugë, do me thënë gjysmën e lugës gotave qajit, e hedhim dhe përzim shumë lehtë. Reçelin e largojmë nga zjarri dhe e lajmë që të ftohet plotësisht dhe më pas do e kalojmë nëpër kavanosa. Pasi reçeli është ftohur plotësisht, e kam lënë dikun që të ftohet dikun rreth 15 orëve, as të nxehtë as se nuk do e kaloni nëpër kavanosa sepse do i prishet forma. Kështu me shumë kujdes e marrim dhe e hedhim nëpër kavanosa. Kavanosa duhet që jenë të lara mirë dhe të sterilizuara. Siç e kam thënë dhe në fillim, ju mund të shtoni masat e reçelit, të përgatisni më shumë qoftë ju duhet, mirë po për mua është mjaftueshëm se unë çdo vit përgatis reçela nga pemë të ndryshme, nga të gjitha nga pak dhe janë mjaftueshëm. Kështu i mbushim kavanosat deri në gryk. I kemi mbushur dhe kavanosat me reçel, atëherë do i mbyllim mirë me kapak. Me kapak do i mbyllim ashtu siç kemi vepruar me turshit dhe me gjithë reçelet tjera. Kapaki duhet të jetë i ri dhe 3 herë të sillet nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përpudhen vizat e kapakut me kavanosin. Mbyllim dhe kavanosin tjetër dhe i fusim në furrë të nxehtë kavanosat që të vakumohen. Kavanosat i kemi futur në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave nuk e hapim derën e furrës derisa kavanosat dhe furra të ftohen plotësisht. Kavanosat i kam largu nga furra, dikun i kam majt në furrë 15 orë dhe janë vakumu shumë mirë. Kështu të vakumuara qëndrojnë 2 vite. Duhet i lajmë në një vend të freskët të errët, po drumi është shumë i përshtatshëm, mund ta konsumoj me një herë. Kjo është mënyra se si përgatis unë reçel kivi, ja sa i bukur dhe i mirë, ka dali shishëm dhe shihen, besoj se ka të mirë. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si e përgatis unë reçelin e kivit. Faleminderit ju motra që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia dhe më jepni komente të bukura, miru takoshmi për receta tjera.